Ja një pyetje normale nga një njeri normal, vetëm për këtë vendosa të përgjigjem. Sigurisht që ai është një ndër momentet më kyç, mos them më i rëndësishmi i atij reality show, kështu që një gjë u siguroj. Vetëm emra nuk ngatrohen kurrë, por ajo që dua të them është që po që mua po më shijon kjo çështja e viralitetit. Dhe rri mendoj, ç'a të bëj herën tjetër? Kaq kisha për të thënë, ju dua shumë. Paç. Del, thot s'kum bo gabim, është produksioni aty që kujdeset për mua, po du me këqyr që ka me bo herën tjetër, se mu bo apet virale, po të ja ki bo, ja s'ki bo, ja diçka ki bo, ja diçka s'ki bo, inshallah s'tin menja me nxirr në ajo tjetër për shtëpis, tani, kur e shë që po bohet e tepër, ja lën fajin komplet produksionit, thot ata me padesht, në fakt kjo thot, ata nuk do ta lejonin kurr, po me padesht i bjen, une ju kallëzoj që ata e këshin nal, edhe mos më bëllizani se anena knena, mos e bëllizani Jonidën, nuk ka faj kjo vlla e ka një dëgjusën vesh aty, i kallëzojnë çka me bo tek me bo. Edhe vetë e konfirmon historien e vetë që i kallëzojnë çka me bo dhe çka jo. Inshallah sonte e shten ai në minim kuantiteket edhe këna pëlqen neve.